Jam Valenti Likolari, I lindur në Shqipëri, nga Zvezda, anë e Korçës, edhe morëm rrugën për imigrantin për të erdhur në Greqi, se këto konditat kishin, në 97. Një jetë më mirë, ishte trazira, u morën armët, ishte një shumë vështirë në ato kohë për çdo gjë. Javë e parë kur u futa në Greqi, thashë wow, ku erdha, se ishim njerëz të mbyllur në Shqipëri. Edhe kur erdha, na u duk shumë gjë e madhe, shumë gjë e bukur, shumë speciale. E pata pak vështirë, se edhe me shkollën nuk ja dolëm dot në Shqipëri, edhe e pata pak vështirë këtu, po megjithatë e mësova shumë mirë. Si fillimi ka qenë ndarja e familjes. Kur kam erdhur në Greqi, 5 vjet në fillim fare pau ashtu. Flisnim nga ndonjëherë në telefon, nuk ishte puna që kisha unë telefon, po s'kishin ata aty në Shqipëri. Flisnim një, 2-3 herë në muaj të flisnim. Këshillet e fëmijëve I jap, I ndjekin shkollën, më ndihmovi pronari, që I bëra letrat. Ka marrë edhe kur ai ka marrë, fëmijët janë lindur këtu, tani do t'ja jep edhe për ta ftohta greke.